Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pak orë nga finalja, produksioni del me njoftimin e papritur. Pak orë në ndajnë nga finalja e madhe, ku produksioni ka publikuar një njoftim të rëndësishëm për të gjithë ata që do ta ndjekin spektaklin nga afër. Në rregulloren e bërë publike theksohet se për sigurinë dhe marrëvajtjen e eventit ndalohet rreptësisht futja e objekteve të rrezikshme, mjeteve të mpreta, fishek zjarreve, kapsollave apo lazerave. Futja e lëndëve narkotike apo substancave të tjera janë të ndaluara me ligj. Gjithashtu dhe pjetë alkolike dhe shishat, përdorimi i dronëve apo mjeteve të tjera regjistruese, zaptimi i hapësirave të paautorizuara si skena apo pjesët teknike, dhuna verbale apo fizike ndaj spektatorëve ose stafit organizues, futja e kafshëve në ambientin e eventit. Kontrolli fizik do të kryhet nga stafi i sigurisë në bashkëpunim me policinë e shtetit. Në fund, Top Media u bën thirrje të gjithëve që të shijojnë spektaklin duke respektuar rregulloren dhe duke kontribuar në një finale madhështore.